Terapeutike e integrimit të lëvizjes nga trupi ke mendja është e kombinuar për arsye se disa trauma edhe streset që ne përjetojmë kalojnë në indet qelizore dhe në trupin e njeriut deri në sistemin nervor. Vetëm fjalët nuk arrin të depërtojnë aq thellë. Kështu që prandaj kam krijuar Drummond Move për këtë arsye. E marrim, e lëshojmë. E marrim, e lëshojmë. E marrim, e lëshojmë. E marrim. Ktu janë disa programe që përdoren, si dance, meditation, qigong, flow, me lëvizje dhe kërcimi që bëhet për restaurimin e sistemit nervor. Ky është një kërcim terapeutik që ti më the punon edhe me zonën chakrale, pra me chakrën e poshtme. Si fillim ne bëjmë ushtrimin, ushtrim, hop. E kjo ndihmon, në pjesën e belit, në pjesën e energjisë sakrale, rrit vitalitetin, kreativitetin. Më kërcet këmba këtu. Po, sepse nuk është je e lirshme, është e bllokuar. Ashtu, a? Po. Wow. Çfarë kërcitje më jep? Po, më pak është një lëvizje që në përditshmëri s'bie ndonjë rast se ta bësh këtë lëvizje. Po. Ka nevojë të qërohet pjesa e belit. Ua, qa kërcitja! Wow! Po unë që nga më ndryshur fare, po Ernela. Ua, se që e bukur me që ndjesie, mo. Ua. Këmban tjetër. Okej. Hop, marrim me sjelljen. Pse janë të rëndësishme duar, që e krijon duarve? Rrjedhshmërinë, Edhe kjo më kërcet, Wow! Po nëse unë e praktikoj këtë kërcim terapeutik, kjo kërcitja do më lirohet. Lirohet. Do të krijoj më shumë fleksibilitet. Gjithë gratë që vinë këtu janë më të lirshme pas 1-2 javë. Okej. Edhe ndihen sikur po fluturojnë. Nuk janë më në atë gjendjen e bllokimit. Ua, ma të dy janë. Është një lidhje midis tokës dhe universit. Që krijohet. Gjithë bllokimi. Dhe ky është një kërcim Ornela ekskluzivisht për gra, Po, për gra. I bëhet një restart sistemit nervor për gjitha traumat dhe bllokimet që ne mund të kemi. Shumica e fushës së mjekësisë e kuptojnë shumë mirë pjesën se si ndikon sistemi nervor në lidhje me lëvizjen, sa e rëndësishme është të jesh aktiv, të aktivizosh këtë energji, të balancosh veten tënde. Ka shumë gra që interesohen për këtë lloj kërcimi? Po, ka shumë. Pasi unë e krijova këtë gjë, shumë gra treguan shumë interes dhe janë gra që din ta mbajnë veten, janë fisnike, janë businesswoman, edhe fakte kanë shumë problem që ka kaq shumë disbalans energjish mashkullore femërore, se do të bëjnë një punë të trefisht. Unë e di shumë mirë se sa ti gjithashtu e ketë nevojshme, sepse je një mama single, edhe Ja, pra, kam nisur ditën sot do të balancosh energjinë tënde kaq shumë, edhe unë të mirëpres Do doja shumë ta provoj që sot të kuptoj pak energjinë, se si do ndihem, edhe pse jo. Po, ta vazhdosh. Nisja një rrugtimi të ri për mua. Më pëlqen të eksperimentoj gjëra të reja. Është dhe një art, sepse të lashtit kush e përdorin artin? Sofistët kush e përdorin? Edhe në fakt Ornela gjithmonë arti është parë edhe si një formë terapeutike, çdo lloj forme arti. Çdo formë, patjetër. Besoj këtë pjesën që edhe ky kërcimi Nga praktika ime dhe puna ime që kam bërë ndër këto vite me vajzat dhe gratë, me probleme të ndryshme emocionale dhe probleme të ndryshme
mendore. Ka rezultuar që lëvizja është gjëja më me rëndësi që mund të bëjë njeriu. Pjesa e lëvizjes, shkarkimet që ndodhin dhe emocionet që dalin në sipërfaqe të vajzave dhe grave, ne i përdorim në psikoterapi, ka më shumë efekt, sepse ne punojmë nga trupi te koka, te mendja, ndërsa psikoterapia është vetëm qëndron vetëm tek mendja. Sa ndjellësh si pos, duket sikur ti krijon një lloj ndjellje, Fisnikërie, krenarie, që Dhe duhet. është një posturë që krijon shumë. Transmetoj edhe femra në vetvete. Pa ma mësoj që këtë, se më pëlqej ka shumë, ma mësoj që mirë. Kështu? Tu, pa. Më vjen të kërcej kështu tani. Po, ti mund të Pa rregulla. Po, tani mund të kërcesh pa rregulla. Ndërkohë që ne bëjmë lëvizjet, krijon dhe kjo, pjesën e tingullit, se kjo tingull, në fakt, ne sapo jemi bërë në barkun e nënës, ne dëgjojmë rrajet e zemrës së nënës, kur jemi bebe. Po, Dhe kjo gjan imiton tingullin e rajes së zemrës. Ta lidh neve me çdo gjë, me universin, me Zotin, me pjesën divine. Ua, sa interesante. Kërcej me ritmin e zemrës. Ua, që ndjesi, ha? Po, sepse ne lidhemi me çakrat, shiko? Sa interesante. Ne sot punojmë me këtë çakrën këtu. Ne punojmë me sakrale, këtë. që është çakra rrënjë. Çakra që na lidh me materien, Po. me botën, me gjithë Me realitetin që na sigurinë, prekim. me frikat tona. Ja, unë për shembull kam shumë frikë gjarë për që ti ma ke vënë në dorë sot. Po prandaj ta vura dhe unë. Që të mos kesh më frikë, po krijosh atë sigurinë tek vetja, qëndrueshmërinë, balancën te vetja. Kjo është gjëra kryesore që ne mësojmë. Ajo balanca është një fjalë kaq e thjeshtë, po sa punë ka Pastaj aty lidhim me brenda. zemrën, fillojmë edhe rritemi nga kreativiteti, me çakrën e tretë, sistemit energjetik, sepse punojmë me pjesën Plexus solar që është çakra këtu, Po, po. Pastaj me zemrën, Hapi me energji. pastaj me throat chakra, Çakra e fytit. Pastaj dalim te çakra sakrale, çakra Kurorës. kuror. Krijojmë fisnikërinë, krijojmë një energji divine, balancën e plotë, qëllimin ton në jetë, na vjen çfarë qëllimi ne kemi në jetë. Kush jemi ne? Unë sot kam një qëllim, dua të ndjem grua, femër. Dua të zgjoj gjithë vitalitetin tim, gjithë energjinë time femërore. Edhe jo vetëm ta zgjoj, po edhe ta manifestoj në përditshmërinë. La ta vesh me vete, ta kem si. Po ke mirë, ke edhe energji që ti do marrësh sot dhe marrësh me veten tënde. Edhe në përditshmëri, në punë, në gjëra që duhet përballem, ndoshta edhe me sfida si sot. Të jem, nuk dua të jem ajo gruaja burr, dua të jem kjo. Po, të krijon një feminitet dhe një fisnikëri në përditshmëri. Shumë e bukur. Një grua fisnike. Po, Ndon gjithave. Do të merr në një mend. Që të ndjesh që ekziston
thuaj se në njerë jemi të mpirë në jetë dhe harrojmë që Nga dalë arrin që të krijosh një lloj balance, apo. Mëson se balancohesh, e lidhesh. Bravo. Do të lidhesh edhe ti pak, prandaj po e bëj edhe atë, që lidhesh një çik. lidhe me trupin. Po mirë, po e bëj pak më ngadalë. Hop.